Të gjithë e kemi menduar, apo jo? Humbja e peshës shpesh duket si një betejë e pafundme. Plot dieta strikte, plot zhgënjime. Po sikur të ekzistonte një mënyrë tjetër. E po, sot do të shohim pikërisht këtë, një qasje të re. Harrojini kufizimet e repta. Do flasim për rregulla të thjeshta, por shumë të zgjuara, që vërtet mund të ndryshojnë lojën. Dhe ja ku vjen pyetja kryesore. A është vërtet e mundur të humbasë shpesh pa atë luftën e vazhdueshme? Pa u ndjerë sikur po sakrifikon çdo gjë që të pëlqen? Pa atë stresin mendor që sjellin dietat e rrepta? Le t'i hedhim një sy se çfarë na sugjeron analiza jon. Përgjigja, sinqerisht, është mjaft çliruese. Thelbi i gjithçkaje nuk është të heqësh gjëra nga jeta jote. Përkundrazi, është të shtosh zakone të mira pozitive. Pra thjesht një ndryshim i vogël në mënyrën si i sheh gjërat, por që ka një ndikim të jashtëzakonshëm jo vetëm te rezultatet, por edhe te mënyra si ndjehemi. Mirë, atëherë, le të fillojmë me pjesën e parë dhe ndoshta më të rëndësishmen, zgjedhjet ushqimore. Si mund të ham më zgjuar, pa hequr dorë nga gjërat që na pëlqejnë vërtet? Përgjigjja fshihet në disa strategji fare të thjeshta, por geniale. Ja ku kemi 4 ide super praktike. E para, dhe kjo është briljante, në vend që të mendosh çfarë nuk duhet të ha, mendo çfarë mund të shtoj. Më shumë perime në pjatë, perfekte. Më shumë fruta gjatë ditës, edhe më mirë. Pastaj, pika e dytë, versionet më të lehta. Të pëlqen pica? S'ka problem. Zgjidhni me më pak djathë e më shumë perime. Akullorja? Provoj një version më të lehtë. Tjetra, ndarja e porcionit. Një zakon i vjetër për gjithmonë efektiv, sidomos kur ha jashtë. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, një gotë ujë para buke. Një truk kaq i thjeshtë, por që bën mrekulli për të kontrolluar urinën. Kuptohet? Gjithçka ka të bëjë me zgjedhje të vogla, jo me ndalime të mëdha. Tani, dëgjoni këtë se është vërtet interesante. Kemi të bëjmë me pak psikologji këtu. A e dini që matësia e pjatës ndikon në sasinë që ham? Po, truri ynë e sheh një pjatë të vogël plot dhe mendon, wow, sa shumë ushqim. Kështu, thjesht duke përdorur pjata apo lugë më të vogla, ne praktikisht po e mashtrojmë mendjen tonë, në sensin e mirë të fjalës, që të ndihet e ngopur me më pak. Pa asnjë ndjenjë sikur po na mungon diçka. Një ndryshim i vogël me efekt gjigant. Okej, lam pas ushqimin, le të kalojmë tek pjesa e dytë, lëvizja. Edhe këtu e njëjta filozofi. Ideja nuk është të detyrosh veten, por ta bësh lëvizjen pjesë të jetës, diçka të natyrshme, madje edhe argëtuese. Po si arrihet kjo? Janë 3 hapa shumë të thjeshtë. Hapi i parë, ec më shumë. Kaq e thjeshtë, zbrit një stacion më herët nga autobusi, përdor shkallët në vend të ashensorit, parkoje makinën pak më larg. Këto minutat vogla, kur mblidhen, bëjnë diferencën. Hapi i dytë, e ky është ndoshta më i rëndësishmi. Gjej diçka që t'argëton. Nëse urren palestrën, mos e torturo veten. Kërce, shëtit me biçikletë, luaj me qenin, laj makinën, çdo gjë që të bën të lëvizësh duke u kënaqur. Dhe hapi i tretë, bëhu aktive edhe në shtëpi. Po shikon film, gjatë reklamave bëj ca lëvizje, kërce pak, pse jo fundja. Mirë. Kemi folur për ushqimin dhe lëvizjen, por ka edhe një përbërës të tretë, një përbërës sekret, pa të cilin 2 të parat nuk funksionojnë plotësisht. Dhe ky është fuqia e mendjes, mentaliteti ynë. Dhe ky citat e thot gjithçka apo jo? Nuk është nevoja që në çdo moment të jeni me mendjen tek dieta apo ushqimi, pesha, forma. Çlirimi i vërtet vjen kur heqim dorë nga ky obsesion. Kur jeta jon nuk rrotullohet më rreth peshores dhe kalorive. Ky është liria e vërtet, të heqësh dorë nga i stresi konstant. Ky ndryshim në mendim na çon drejt një strategjie shumë më të zgjuar dhe të qëndrueshme. Në vend që të bëjmë përpjekje heroike për të humbur shumë kile, përpjekje që shpesh dështojnë, fokusi kalon te mirëmbajtja. Pra, ideja është ta kontrollosh peshën her pas here, me qetësi, pa panik. Kjo është shumë e lehtë dhe më pak stresuese se sa ajo lufta e përditshme me peshoren. Pra, i kemi të treja pjesët e puzzle-it. Si bashkohen ato? Le ta shohim shpejt e shpejt tablon e plot të kësaj strategjie pa dieta. Dhe ja ku janë, 3 shtyllat kryesore që punojnë në harmoni perfekte. E para, zgjedhje të zgjuara ushqimore. E dyta, lëvizje që është pjesë e rutinës dhe argëtuese. Edhe e treta, themeli i gjithçkaje, një mendje i qetë pa fiksime. E shihni si lidhen? Njëra e bën më të lehtë tjetrën. Është një sistem i tërë. Në fund ditës, mesazhi kryesor është ky: suksesi afatgjat nuk ka të bëjë me ndryshime drastike që zgjasin pak. As pak. Ka të bëjë me fuqinë e pafundme të zakoneve të vogla të përditshme. Ato gjërat e vogla që i bën çdo ditë, pa u menduar, derisa bën pjesë e jotja.
Ky, dhe vetëm ky, është sekreti një stili jete të shëndetshëm që zgjat. Dhe kjo na sjell në fund me një pyetje të thjeshtë por jashtëzakonisht të fuqishme. S'ka nevojë për plane të mëdha, s'ka nevojë të presësh të hënën. Pyetja është, cili është ai zakon i vogël që mund të fillosh sot, tani? Ndoshta të zgjedhësh shkallët kur të dalish, të pysh një gotuj tani, ose të bësh një shëtitje të shkurtër më vonë. Cili do jetë ai hapi i parë, sado i vogël, sepse gjithçka e madhe nis pikërisht nga aty.